Policia e Shkodrës ka ndaluar një shtetas dhe ka shpallur në kërkim 50 tjerë si shkak proteste në Baksriol. Në njoftim bëhet me dije se specialist për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër ndaluan shtetasin Pemmet 60 vjeç banues në fshatin Rjoll, si dhe shpallën në kërkim shtetasit LK 40 vjeç banues në fshatin Torovic, MK 33 vjeç banues në fshatin Malecaj, DSH 20 vjeç banues në fshatin Gomsiqe, AM 30 vjeç banues në fshatin Rjoll dhe NK 35 vjeç banues në fshatin Malecaj. Këtë shtetas dyshon se dje në fshatin Rjoll kanë goditur shtetasin LA 22 vjeç banues në Tropoj, punonjës i firmës Gener 2 dhe kanë kanosur për detyrës shtetasin VC 30 vjeç banues në qytetin e Kuplikut. Punonjësit e policisë e Komisariatit të Policisë Shkodër, si dhe në bashkëpunim me persona të tjerë, kanë nxitur akt pëllune, duke dëmtuar disa mjete pune, eskavator Foristrad dhe firmës Gener 2 duke u thyer xhamat. Për këtë ka reaguar një nga banorët e zonës. Policia e shtetit ka nxjerrë kërkim, ka shpallur në kërkim disa prej banorëve tonë me akuzën që kena sulmu punëtorët e Gener 2-shit dhe një punonjës të policisë shtetit. Kjo nuk është as pak e vërtetë dhe ata që janë sulmu jena na. Familjarët tonë kanë kanë djetë të vramë, të marrën përdhun nga policia dhe kanë kanë me fraktura. Ata dojnë me na qunë policisë, me na trem për mos me mbrojt tokën tonë. Sa do që të vazhdojnë, të mundojnë me na intimidu, na bëjnë vetëm më të fortë. Ta në bashkëna, jena më të fortë si jena me të drejten. Dhe për këtë bajthire shumë të madhe, na jena me të drejten. Dhe nuk na intimidoni, në qoftë merrni 1, 2, 10, 12 merrni polici, na do bëna 120, 1200 këto. Do vazhdojmë çdo ditë më të fortë me kanë dhe gjitha këto manovrat e juaja për me na intimidu na bëjnë edhe më të fortë, edhe më të sigurt, edhe më të bindur në kauzën tonë.